Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, i familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit e profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 204 të surës Baqara, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Dhe nga njerëzit ka të atill që të mahnit të folurit e tij për jetën e kësaj bote, dhe ai thërret Allahun për dëshmitar për atë që ka në zemrën e tij, por në të vërtetë është kundërshtari më i rrept. Të dashur vëllezër dhe motra, për sot të flas për pjesën e parë të temës servilizmi, nënçmimi i dinjitetit njerëzor. Dhe inshallah në emisionin e ardhshëm do të flas për pjesën e dytë, për dëmet që sjell servilizmi dhe përse Islami e ndalon rreptësisht servilizmin. Ajeti që citova, pra ajeti 204 surës Baqara, përshkruan personin që sillet me butësi, me fjalë bukura, bëhet hipokrit dhe përdor mashtrimin verbal për të fituar kënaqësinë e të tjerëve, ndërsa në realitet dëmton dhe shkatërron. Ky është thelbi i servilizmit të rrezikshëm, pra që është një maskë e nënshtrimit dhe fsheh ambicie apo shkatërim. Në një kohë kur padrejtësia dhe manipulimi janë bërë të zakonshme, feja e pastër islame na fton të jetojmë me ndërgjegje të lartë, me dinjitet dhe qëndrueshmëri morale, kur të mos e shesim veten tonë për disa kënaqësi kalimtare të kësaj jete. Një nga rreziqet më të mëdha shoqërore që dëmton shoqërinë, e dëmton fen, është servilizmi. Servilizmi nënkupton për uljen e turpshme, bindjen e verbër dhe nënshtrimin për interesa personale ndaj dikujt që nuk e meriton një gjë të tillë, nuk e meriton për uljen, nuk e meriton bindjen. Servilizmi është në dëm të vërtetës dhe të drejtës dhe të drejtësisë. Servilizmi është shfaqur në forma të ndryshme gjatë historisë. Dhe cilido që e lexon për historinë e njerëzimit, do të gjejë se servilizmi ka qenë i pranishëm që në kohët e hershme dhe vazhdon dhe do të vazhdojë. Është një sëmundje e rrezikshme, nganjëherë njeriu nuk e kupton, për shkak se interesi personal kalon çdo gjë, të i kalon çdo gjë. Madje e të i kalon edhe njohjen e vetes së tij, pra jetë njeriu.
Servilizmi, si që thash, ka qenë i pranishëm për gjatë gjithë historisë së njerëzimit. Historia na flet për servilizmin ndaj faraonit në Egjipt. Në tregimet kuranore dhe biblike thuhet se këshilltari i faraonit, Hamani, i bindej faraonit në mënyrë të verbër dhe ndihmoi në ndjekjen dhe shtypjen e popullit të Beni Israilëve në atë kohë. Kur faraoni shpalli veten e tij Zot, kur thot ana rabbukumul a'la, pra unë jam Zoti juaj më i lartë, si thot Kurani, pra askush nuk e kundërshtoi dhe nuk ishte guxim ta kundërshtonte faraonin nga ata obortarët e tij, për shkak të frikës dhe interesave të tyre vetjake, dhe ashtu jetoni pra të nënshtruar, sklevër të faraonit. Servilizmi ka qenë i pranishëm edhe në perandorinë romake. Senatorët romak në kohën e perandorëve të Tiranë, si Caligula apo Neroni, e lavdronin perandorin pavarësisht mizorive të tij për të ruajtur posten, interesat dhe jetët e tyre. Servilizmi i tyre ndihmoi në shtypjen e kundërshtarëve dhe në ruajtjen e një regjimi të korruptuar. Servilizmi ishte i pranishëm edhe në oborret mbretërore, siç thot pra historia në kohën e mbretit Luisi i 14 në Francë në shekullin e 17, obortarët bënin për ulje dhe lëvdata të tepruara ndaj mbretit për të ruajtur privilegjet dhe pushtetin e tyre. Kjo për ulje e verbër i mbante ata larg realitetit social të vendit dhe kontriboi në tensionet që çuan më pas në Revolucionin Francez. Servilizmi ka qenë i pranishëm edhe gjatë nazizmit në Gjermani. Shumë prej burokratëve dhe generalëve gjermanë për në ushtrinë e Hitlerit pranuan politikat ekstreme të atij regjimi për të ruajtur pozitat e tyre, edhe pse e dinin se çfarë ndodhte, ata heshtën ose u bën bashkëfajtor në zbatimin e krimeve. Servilizmi qendej edhe në regjimet komuniste. Rrethi më i afërt i regjimit komunist dhe shumë figura politike i bënin elogje publike regjimit dhe denonconin kolegët e tyre për të fituar favore dhe kënaqësinë e regjimit. E tillë ka qenë situata edhe në kohën e komunizmit në vendin tonë për në Shqipëri. Frika dhe ambicia personale krijuan një klim të ndotur me spionim, me gënjeshtra dhe me terror. Pra spiononin njëri tjetër. Përgjonin, ndiqnin e përndiqnin njëri tjetër pra në kohën e komunizmit. Servilët i shikonin duke tundur zinxhirin, as punë as gjë tjetër. Servilizmi ndodhet edhe në botën moderne, e cila na mëson moralin, etikën, me fjalë të bukura, por brenda ndodhet servilizmi. Servilizmi në botën moderne e kryeson media.
me të gjitha format e saj, apo figurat publike që mbrojnë pushtetarët pavarësisht korrupsionit ose abuzimit. Në shumë shtete moderne, servilizmi vjen në formën e heshtjes ndaj padrejtësisë për përfitime politike ose ekonomike, siç po ndodh sot me heshtjen ndaj gjenocidi që po bëhet në Gaza. Ajo thënia e vjetër që dëgjonim me të vra me bukë në gojë, sot praktikohet në Gaza, ku njerëzit vriten për shkuar për të marrë një kafshat buke për ta ngrënë, në ato pikat që kanë hapur për furnizimin e njerëzve. Dhe ndërkohë, media pra servile, figurat të ndryshme servile, heshtin ndaj kësaj. Nuk flasin. Servilizmi ka qenë i pranishëm fatkeqësisht edhe në botën islame. Po të lexojmë historinë islame, do të gjejmë se në të përmend fenomeni i servilizmit. Dhe ky fenomen është faqur shpesh dhe në mënyra tragjike, si pasojë e etjes për pushtet apo e frikës nga sundimtarët tiranik. Sipas historisë islame, servilizmin e gjenim të pranishëm prandaj atyre khalifa apo udhëheqësve emevit. Duke filluar nga Muawiya ibn Abi Sufjan e të tjerë më radhë. Pas marrëveshjes me Imam Hasanin i biri Imam Aliut, paqja e qoftë mbi të, Muawiu filloi të përforcoj pushtetin e tij me metoda që përfshinin friksimin, rishfetin dhe manipulimin e opinionit. Disa figura me ndikim në botën islame filluan të lavdronin Muawiun dhe të mallkonin Imam Aliun, paqja e qoftë mbi të. Madje publikisht, vetëm për të ruajtur pozitën, interesat dhe jetën e tyre. Pra i serviloseshin Muawiut. Ky lloj servilizmi bëri pra që padrejtësia të përhapej dhe përçonte mesazhin se e vërteta mund të shtypet për interesa politike, pra siç ndodh edhe sot, dhe në çdo kohë. Historia islame përmend edhe servilizmin ndaj Jezidit pas vdekjes së Muawiut. Kur Jezidi i njohur për jetën e tij të degeneruar mori pushtetin, kërkoi që njerëzit i jepnin pra të betimin, beja. Shumë nga dietarët dhe qeveritarët e Medinës dhe të Kufës i dhanë betimin për Jezidin. Edhe pse e dinin karakterin e tij të korruptuar, vetëm pak figura të vërteta si Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, refuzuan dhe u ngritën për të mbrojtur të vërtetë dhe nuk u servilosën. Ata sakrifikuan gjithçka në tokën e Kerbelas. Në këtë rast, servilizmi i shumicës ndaj Jezidit bëri që padrejtësia të sundoi dhe vetëm një grusht njerëzish qëndruan të palëkundur në rrugën e të drejtës, në rrugën e të vërtetës. Historia islame na thot, na përmend edhe servilizmin ndaj Ubajdullah ibn Ziyadit në Kufë.
Pra guvernatori i Kufës, Ubajdullah ibn Ziyad, kërkoi në nështrim të plot nga njerëzit ndaj sundimit të Jezidit. Ai friksoi, jepte rushfete dhe mashtroi banorët e Kufës për të izoluar për Imam Husejnin. Dhe shumë njerëz që i kishin shkruar për ndihmë u tërhoqën në frikë, në heshtje. Dhe kjo ishte një formë e rëndë e servilizmit ndaj pushtetit. Historia islame na flet për servilizmin që gjendej pra në kohën e Abasitëve dhe ndaj atyre udhëheqësve Abasit. Dietarët që pranonin të shtrembronin për hadithet ose të jepnin fetva të fabrikuara për t'i kënaqur kalifat e kohës, si në kohën e Harun Rashidit apo Mutawakkil e të tjerë. Shumë thënie të profetit, paqja e bekim të Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, u shtrembruan për t'i dhënë legjitimitet sunduesve dhe për të denigruar ehli bejtin e pastër të profetit. Dhe kjo për shkak të servilizmit të tyre prandaj udhëheqjes. Po ashtu servilizmi pra gjendej edhe në perandorinë romake. Flas si thot historia islame. Po fatkeqësisht ne lexojmë nga historia ato që na levertisin edhe në disa raste themi janë gjëra historike, kanë kaluar edhe nuk merremi, janë mbyllur ato gjëra. Jo, ne duhet të studiojmë historinë, ta lexojmë, të marrim mësime. Sepse ai servilizëm që gjendej nga koha e me vitve vazhdon edhe sot. Fatkeqësisht pra në mesin e muslimanëve. Servilizmi sipas historisë islame ka ekzistuar edhe në perandorinë romake. Bilës, shumë shqiptarë shikojnë vetë në për këto telenovelat që transmetohen në për media tona. Servilizmin, pra. Dhe burokracinë që gjendej pra në mesin në perandorisë romake, në Osmane në atë kohë. Zyrtarë dhe nën punës shpesh tregonin për urësi të tepruar dhe bindje absolute ndaj sultanit apo figurave të fuqishme për të ruajtur apo për të përmirësuar pra pozitat e tyre. Të dashur vëllezër dhe motra, dikush mund të pyesi se cilat janë shkaqet e lulëzimit të servilizmit. Se servilizmi nuk lind kot, nuk lulëzon kot, nuk përhapet kot pas një shkak. Asgjë nuk bëhet jashtë ligjit shkak pasojë. Çdo gjë ka shkakun e vet. Po cilat janë shkaqet që bën që servilizmi të lulëzojë dhe të përhapet? Shkaku i parë, frika nga ndëshkimi. Në një perandori autokratike, kritika prandaj sultanit ose autoritetit mund të ndëshkohej me largim, burgosje, apo edhe me vdekje. Për këtë, zgjidhin servilizmin, që të shpëtonin nga ndëshkimi. Shkaku i dytë është përfitimi personal. Shumë pozita pa burokratike ose shpërblime ekonomike vinë përmes lidhjeve dhe besnikërisë ndaj të fuqishmëve, jo përmes meritës. Dhe kjo edhe sot vazhdon. Shumë njerëz pranojnë të servilose, të jenë besnik ndaj të fuqishmëve, ndaj zullumqarëve, për frikës, ose për shkak të përfitimit personal, jo se meritojnë që të jesh besnik ndaj tyre, apo ti bindesh në tyre. Dhe shkaku i tretë
është kultura e autoritetit absolut. Pra në një sistem ku sundimtari shihet dhe shihet si i dërguar i Zotit në tokë, shfaqja e servilizmit nuk shihet domosdoshmërisht si dobësi, por shihet si zgjuarsi. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe. Çdo gjë e pa vlerë ne na serviret si diçka me vlerë të madhe. Antivlerat po përhapen në petkun të veshura të ngjyrosura me ngjyrën e vlerave. Dhe për tyre pra është edhe servilizmi. Servilizmi ishte, është dhe do t'jetë një pjesë reale dhe funksionale e jetës politike e shoqërore në çdo kohë dhe në çdo vend. Ai ushqehet nga strukturat autokratike, nga frika dhe nga dëshira për privilegjet. Megjithatë, kishte, ka dhe do të ketë figura të ndershme, të guximshme që qëndronin përballë padrejtësive dhe qëndrojnë përballë padrejtësive. Ndonë se ishin të ralla dhe shpesh shumë rrezikonin shumë ato personalitet. Dhe sakrifikuan gjithçka duke ndenjur besnik të drejtës, të vërtetës, drejtësisë dhe kundërshtuan padrejtësinë. Prej tyre ishin profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ishin imamët e pastër të Ehlibetit, paqja e Allahut. Duke filluar nga Imam Aliu, Imam Hasani, Imam Husaini e të tjerë. Ishte Abu Dharr al-Ghifari, Ammar ibn Yasir, Malik al-Ashtar, e të tjerë, nga shokët e profetit, të cilët pa i qëndruan besnik drejtësisë, të drejtës dhe të vërtetës. Të dashur vëllezër dhe motra, Islami na thërret në liri, në dinjitet dhe në qëndrueshmëri, në moral. Feja jona mëson të jemi të guximshëm, të drejtë dhe të lirë. Nuk lejohet që për hir të frikës, të interesit apo të rehatisë të nënshtrohemi ndaj të padrejtëve apo të bëhemi skllëvër të njerëzve. Le të marrim shembull nga profeti Muhammed, nga imamët e pastër të Ehlibetit, nga shokët e zgjedhur dhe besnik të tyre që gjithmonë qëndruan të fortë në rrugën e të vërtetës, edhe kur ishin të pakë, edhe kur përballeshin pra me vdekjen. Imam Aliu, paqja qoftë te ka thonë, mos u bëj skllav e askujt për krijesave, sepse Allahu të ka krijuar të lirë. E lusë Allahu më madhruar të na bëjë për atyre që nuk i përkulen padrejtësisë dhe nuk i servilosën të padrejtëve dhe nuk janë servila për hir të dynjas. E lusë Allahun të na jap guximin të qëndrojmë me të vërtetën, të na ruaj nga nënshtrimi dhe krijesave që na largojnë prej tij. E lusë Allahun të na bëjë prej robëve të tij e jo prej skllëvërve të dynjas e të zullumqarëve. Allahu ju ruaj, ju familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu qofshin mbi ju.